Këtu në këtë vend kam bërë intervista me ish të dënuar politik. Edhe me thënë drejtën, nga që unë kam punu një vit në të mirë dhe njoh pak a shumë dhe sjelljen e atyre që kanë qenë në drejtim, në komandë këtu, dhe kam njërin prej këtyre. Po, filmojmë. Atë shiko, sot fole aty, folje e keshu dhe me pëlqeu mënyra se si fole. Ti ke qenë zëvendës komandant i burgut? Dhe komandant i repartit 303. Një Gurt Spaq. Edhe në Gurt Spaq, kur bëha burgu aty për ti? Për herë të parë, unë kam qenë komandant i repartit, që kam filluar që nga zeroja derisa ika në 89. Edhe erdha këtu. 5 vjet e 4 muaj në këtë zonë. Ma thuj drejt, sot që ke ardhur, çfarë ndjen? Nostalgji kam, sepse kam kaluar vështirësi serioze, puna shumë e vështirë. Më konqedoj që kisha dhe një pjesë të kuadrave jo të mira, si isha komandant reparti atje. Kishte vartësinë edhe nga Spaqi, por unë nuk u implekova me Spaqin asnjëherë, sepse i kisha çdo gjë desha ta bëja vetë. Kisha fatmirësisht përgjegjë sektori një Fran Jushin, që ju duhet ta njihni shumë mirë. Që Fran Jushin jo vetëm që na lidhte të puna, kishim marrëdhënie pune, po çdo gjë e gjenim tek njëri tjetri, sigur të ishim prej shumë kohësh kolegë. Edhe shpesh unë reprezentoj si komisari i repartit. Pavarësisht se kisha komisar. Shiko tani, pas kaq vitesh, a ke bën një reflektim në vetvete për të kuptuar, sinqerisht, për të kuptuar se në atë kohë, unë me thënë drejt kam hyrë fëmijë. Kam hyrë dhe unë po mendoj armiqtë e popullit, mendoj si kanibalë. Në fakt nuk ishin tillë. Tani, në reflektimin tanë, se ti ke qenë drejtues këtu. Unë për vetët time të dënurit politik kam pas një koncept ndoshta me kohë. Që ku kam shërbyer në Gardën e Republikës, kam qenë oficer në Gardën e Republikës. Atje kam filluar karrierën ushtarake. Në mjedisinë e Mbranshës kam punuar 3 vjet. Dhe shikoja shumë gjëra që nuk më pëlqenin. Unë lash arsimin, se isha mësues, lash arsimin dhe pranova pas shumë kërkesave që të bëhesha oficer. Por ta kisha ditë që ishin këto vështirësi, unë më kisha ndjetë mësues aty ku isha në fshatrat e Burrelit, se sa isha oficer. Tu, kur kam marrë dhe kam takuar të dënurin politik, po të them vetëm një emër, po të përmend emrin një stref këndvendit, ish nga Kosova, i ardhur që në moshën e re në Shqipëri, takoj ka qenë një urë, e qunim ura që bashkon kontinentet, një pasarelë. I them policët më dua një të dënuar, quhet Estref Kedmeni. Erdhi, thash më njeh mu, jo tha. Hoqa kapelen, po tani, jo tha. Jem nu e fufit, tani po tha. Më vjen keq që u takum në pozicionet kundërta. I dënuar 25 vjet, ai ka qenë një vit para meje, ai për histori gjeografi dhe unë për histori gjeografi, kemi qenë një vit më i madh se unë. I thash, për çfarë ke nevojë, më thuaj të vinë ndihmë. Dhe kërkesa ime e vetme është mos më kërko takim kështu publik, sepse thonë është spionuri i komandës. Ishte kërkesa e Estref Kedmendit, që sa harroj kur, nuk di është gjallë apo jo sot, dhe i thash të gjej një vend pune, të marrësh 5 ditë, që ishte zbritje, disa privilegje nuk pranoj asnjë. Do të rri 6 qirsh, kështu ishte quheshin ato që nuk punonin. Mas i farkohet duke qenë unë oficeroje, vjen tani tha kam nevojë për ty. Edhe e shoh ishte dylli verdh. Jam shumë i smurt. I thash pas ke fat, që kanë ardhur degashnetësisht këtu. Ik më prit ke infermieria, infermieria ishte këtu. Mos u e bofsha kjo këtu. E nis me urgjencë Parashan. Me shoqëruar me policin dhe gjatë gjithë, duke qenë oficeroj, gjithë natën mora në telefon policin për të parë përgjendjen shëndetësore e tij. I kishte plas apendiciti, aq vullnet të fortë kishte sa nuk kërkoi ndihmën as të infermieras, ja shkonte vetë krynte nevojat e veta. Megjithëse ishte i operuar. Dhe kur del, nuk e di që kishte dalë nga spitali mas sa ditësh, vi këtu ke infermieria për ta u bashkim shehun, për të fol bashkim djalit me shoh. Që ishte këtu.
kur sa futëm mbrëna unë, qohet në kam, ishte Estref Kermendi. Më thonë, unë e di që nuk lejohet të jap dorën, nuk lejohet të të përqafoj. I kam dhënë dorën dhe i kam përqafu Estref Kermendi. 9 veta ishin atje. Një nga të 9 i shkuti letër kryetarit Degës Brëshme të Arashenit, Selim Lazës edhe drejtorit të burgjeve dhe mire Kristafit. Edhe niset një ekip i madh, edhe u përforcove që më thonë kes bur luft në klasë, më bën edhe një herë këtu. Përse? Për një dorë që kisha dhënë dënurit politik, Estref Kermendi. Lue, unë e di që ka histori pa fund. Edhe në fakt, unë e kam thënë vazhdimisht që edhe ana muzeologjike do të jetë shumë objektive. Dhe rrëfimet tuaja janë shumë interesante. Nuk e di, a ke mbajtur një libër shënimesh në gjë që ta mendosh domethënë kështu. Ke shënime për shembull që ta mendosh, okay, të bëj diçka për spaqen, sepse ka nevojë nga ky këndvështrimi. Ti jap shumë të drejtë, por unë nga kultura që ditën e parë që kam shkel në Spaq me 3 maj të 85-ës, unë kam mbajt ditar. Çdo ditë, për gjithçka. Dhe fatkeqësisht, ndrova 2-3 herë shtëpinë, nuk e di se ku ka përfunduar ditar. E kam kërkuar tani dhe deshat ti në nështrohem, tamam të ulem të shkruaj gjë se tani s'kemi që bëjmë tjetër, se unë 81 vjeç jam, s'kam që bëjmë. Edhe nuk e kam, nuk e posedoj. Ma vjen keq. Edhe për ta mbyll, ka një gjë domethënë. Pavarësisht që keni qenë në drejtim të komandës në atë kohë, pavarësisht, dhe çdo kush që ka qenë fund ka zbatuar ligjit e kohës dhe nuk e ka tepruar, ti dukesh natyrë liberale që ke qenë në atë kohë. Domethënë vjen pa atë pengesë nga i herë që quhet në subkonsciencë dhe ndërgjegjes njerëzore. Kështu që kur vjen Spaq, me qa shoh ti nuk vjen me faktin që ke ndonjë mëkat mbi shpinë. Kushdo që ka në gjë, sa do pak, do më vinte shumë mirë të ma thoshte. Dhe më vjen keq që edhe sot e kësaj dite, mas 40 vjetësh, edhe dënurit, ordinarë dhe politikanë, kush më manë men ato që jenë gjallë që jetojnë, nuk më thonë në emër, po më thonë komandant. Edhe mu më vjen zorë kur më thonë kështu. Jam i vetmi në Ministrinë e Brendshme që në proceset demokratike, me uniform policie kam dalë me 2 gishtat lartë në çdo miting që organizonte opozita. Ja, sa e viteve 90-91. I vetmi oficer me 2 gishtat lartë. I vetmi oficer që u bëja thirrje policëve të mi, se isha në forcën e shpejt, kur ktheva nga Spaçi atje, ju kërkoja që asnjë njerit mos ushtroj dhunë në njerëz përpara. Sa ti është vllai, është motra, është nëna, është baba juaj përpara. Shumë bukur. Isha këtu nga zemra e ish burgut politik Spaçit, mendue Fufin. Nga Ulza. Nga Ulza, pra. Ulza. Okej, nduja është nga Ulza dhe jeton atje në Ulza? Ja, kam 60 vjet. Je në Tiranë, Kam 60 vjet. Ege, shumë bukur. Okej, falenderoj shumë. Falenderoj shumë edhe për sepse është kontribut sot tek bunkeri për te maskave, që është shumë interesante. Është një aktivitet shumë i bukur, muzeologjik, është i bukur, kështu që edhe ti ke dhënë kontributin sot, kontributin tënd. Dhe të falenderoj shumë.